time që mund të voton dhe nuk shembët Kosova nëse nuk bëhet kjo ose aj, po bëhet i partisë fituese. Prap partia fituese ka kryetarin e kuvendit, pa marrë parasysh emri i tij ose emri i saj. Dhe unë mendoj që ndoshta nesër mund të kemi një lloj konsenzusi, se këtu konsenzus dohet. Do të marrëveshje dhe mbi gjitha duhet një kandidat që mund të marrë votat të opozitës. Sigur që i ka marrë dhe Glau Konjuca. Dhe këtu, kur absolut, as nuk humbë VV-ja, as nuk rritet VV-ja, as nuk fiton në opozita, thjesht zhbllokohet jeta institucionale, vazhdohet për hapjen. Bllokohet pjesa e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, por më pastaj çka me numrat për formim të qeverisë. Po atëherë pastaj do të vërtetohet, do të konfirmohet, sepse hapat janë të ravizum, do me thonë, në bazë gjykatës kushtetuese. Partia që ka fitu e ka të drejtën, do me thonë, të shikoj të bëj numrat, nëse nuk i bën, i takon partisë së radhës, dhe kështu me radhë shkohet, do me thonë, hapet një kapitull tjetër, për të ecë një hap tjetër, me cilën ka nevojë, sepse ndëgjo fjolla. Unë e kam përcjellë edhe në Gjermani, qeveri. Është bë debati madh dhe ka qenë transparent. Dhe krejt lufta është bë për pika programore. Sikur ky vazhdim ose ky ngërsh t'ishte për çështje programore, do t'ishte më interes. Kosova ka nevojë jashtëzakonisht për me pas një program të qartë, qysh mi u qas mënyrës për me nal emigracionin, i cili po merr për masa të mërshme në Kosovë, për masa trishtuese, ku vetëm nga viti 2023 tani u bën shifrat publike janë mbi 360 miliard që kanë ikë brenda, domethënë brenda 2 vite. Janë shifra të mëdha. Dhe kjo ka reperkusione edhe në kuptimin e shtimit natyror, edhe të humbjes fuqisë, domethënë prodhuese, edhe të fuqisë punojse, por edhe për cilësinë e demokracisë, sepse zakonisht masa kritike ose njerëzit që i dojnë ndryshimet, ata lëvizin. Domethënë, ne duhet të kemi një qartësi, duhet të kemi një kompetencë dhe të shohim se cila parti ka një program të qartë që i qasë çështjes së emigracionit. Elementi i dytë është arsimi. Elementi i tretë, tepër emergjent, është shëndetësia. Ne kemi një shëndetësi që është buz kolapsi. Domethënë, më mirë është mos me të ra puna për me shku, domethënë te spitali, sepse ti vetëm ato kolona kur i sheh janë të frekshme, në kuptimin që janë të mbi ngarkuar. Domethënë kemi prioritetet jashtëzakonshme. Në rrafshin gjeopolitik, ndryshime të mëdha të jashtëzakonshme. Ne nuk mund të presim Brukseli ose Washingtoni na sjell një dokument dhe thotë ju keni me ecën në dialog kështu. Por ne duhet jemi më aktiv, domethënë më nivel që kemi një lloj platforme ka dojnë të ecim. Profesor, megjithatë, cila besoni se do t'i